angazhohet në politikë. Sa e vështirë është të mund t'i qëndrosh asaj që ti beson në vetë të parë si i lire, me ato kauzat e përgjithshme dhe qëndrimet që ditë imponoj ndonjëherë politika, kur i takon një subjekti politik që ka një linjë të vetën. Shife, Fatjona, unë kur them që i qëndrojmë të drejtës, është mirë, duhet i qëndrojmë dhe i qëndrojmë, kjo nuk do të thotë se kjo është e jo informim. Me thënë, unë mendoj që e drejta është mirë e informuar. Me thënë, për të ardhur deri tek momenti që unë të konsistoj dhe qëndroj prapa një veprimi tim, unë njëherë mirë jam e informuar për atë gjë, kam kaluar ato fazat e dilemave të cilat ju i thoni se mund të jenë luhatje dhe derisa të arrijë në momentin që unë jam veç e bindur duke u bazuar në gjithë analizën që bëjmë për çështjen, edhe unë si individ, po edhe ekipi që funksionojmë bashkë, dhe më pas e tëra vetëm duhet materializuar dhe të bëhet e mundur. Dhe nga kjo pastaj kthim prapaska, sepse të kthesh pas do të thotë ti tashmë të devijosh, të punosh në kundërshtim me atë të cilën analizat e tua të kanë bindur se kjo duhet jetë rruga e drejtë. Dhe ai është në rend të parë ta kapish vetveten në veprim të gabuar. Prandaj ne nuk duhet lejojmë që të jemi të tillë që të veprojmë në mënyrë të gabuar, po duhet edhe të krijojmë atmosferë për t'i bërë të mundur gjërat ashtu siç mendojmë se është e drejtë. Padyshim ka situata kur edhe për të arritur atë qëllimin që është final, që është i rëndësishëm, ti duhet parë mënyrat, duhet parë qasjen se si krejt kjo të bëhet e mundur, dhe padyshim unë përsëri po them, kur qëllimi është pozitiv, atëherë krejt kjo bëhet e mundur. Unë dua të them që politika shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut ka për obligim që ta ndaj dëshirën nga qëllimi. Kam përshtypjen që shpesh herë veprohet në bazë të dëshirave të individëve, që në fakt për mua nuk është kështu. Politika duhet të jetë qëllim, sepse qëllimi prapa vetes ka masa konkrete se si do ta bësh të mundur atë cakun final. Ndërkaq që tek dëshirat edhe nuk mund ta akuzojsh askënd, sepse çdo kush ka të drejtë të dëshirojë, po megjithatë ajo mbetet në kuadër të dëshirave. Ndërkaq politika për mua është çështje shumë serioze dhe ato synimet tona duhet të jenë qëllime të ndërtuara, po për cilat duhet të ekzistojnë edhe veprime të menduara prej më përpara se si ti do arrish atje. Kështu që në shumë raste që mund t'ju duket se unë kam ngul për diçka, ai është faza e fundit që kemi arritur. Krejt tjetra është